Ura e manastirit të Zvërnecit është drejt shembjes dhe përbën në rrezik serioz për vizitorët. E rikonstruktuar në vitin 2017 me një vlerë për rreth 360 milion lekësh të vjetra nga Bashkia e Vlorës, sot, vetëm 9 vite më pas, kjo urdhërori ndodhet në një gjendje të rënduar. Nëse do të komentonim një investim i cili nuk është realizuar ashtu siç duhet, është pikërisht ura që të çon në manastirin e Zvërnecit. Një investim i cili kushtoi 360 milion lekë të vjetra, 286 metra e gjatë ura, e realizuar në vitin 2017, kohë kur në krye të Bashkisë së Vlorës ishte Dritan Leli. Kjo urë sot është në gjendje të degraduar dhe amortizuar thuajse totalisht, çka paraqet një rrezik për të gjithë turistët apo edhe ata që duan të vizitojnë manastirin e Zvërnecit. Megjithatë, nuk ka asnjë tabel informuese në hyrje të manastirit që të tregojë që kjo urë paraqet një rrezik. Siç duket edhe nga pamjet, drasat thuajse janë të rëna në pjesën më të madhe të kësaj ure, ndërkohë që ajo e cila ishte cilësuar si një vend i posaçëm që do të ishte një muze ku do të shikoheshin gjallësat të cilat jetojnë në lagunën e Nartës, që nuk u realizua asnjëherë, duket që ky investim është thuajse i shkatruar. Në një moment kur jemi pranë sezonit turistik dhe manastiri i Zvërnecit është një nga zonat dhe destinacionet më të vizituara nga turistët vendas, por edhe ata të huaj, problemi më shqetësues mbetet dëmtimi i urës që të çon drejt këtij manastiri. Ura ka një gjatësi rreth 286 metra dhe në projektin e rikonstruksionit ishte parashikuar edhe një hapësirë muzeale për gjallësat që janë pjesë e lagunës. Edhe pse kjo pjesë nuk u realizua asnjëherë, mendoj se të paktën rikonstruksioni i urës do t'i qëndronte kohës. Por në fakt ndodhi e kundërta. Rikonstruksioni i 9 viteve më parë ka shfaqur probleme serioze dhe ura aktualisht rrezikon shembjen, duke u kthyer në një problem të madh sidomos në prag të sezonit turistik. Mungesa e mirëmbajtjes ndër vite dhe mungesa po ashtu e ndërhyrjeve për përmirësimin e gjendjes së saj e kanë çuar këtë urë në një degradim të theksuar. Ndërhyrja në këtë strukturë është më shumë se domosdoshme për të shmangur shembjen e saj e për të mos u detyruar që në të ardhmen të kërkohen sërish fonde për një rikonstruksion të ri.